Gjatë periudhës në universitet jam ndjerë shumë rahat, pra ndjerë po themi si në shtëpinë time, dhe mendoj që ka qenë një ndër përvojat më të mira dhe eksperiencat më të mira që kam deri tani në jetë. Arener, përshëndetje. Përshëndetje, Smeralda. Mirë se erdhe në UMT. Mirë se u gjeta. Si e ndjen veten duke u rikthyer prapë në universitet? Për çka që ti nuk je shumë që je larguar? Ndjej shumë mirë, realisht universiteti ka qenë një ambient ku kam kaluar disa vite të jetësime, duke studiuar në bachelor, pastaj dhe duke ndjekur studimet e masterit. Ndjem shumë mirë si më përpara. Është një emocion pozitiv duke u rikthyer në universitet dhe patjetër që gjen disa kujtime të bukura në çdo aspekt, pasi ti ke qenë pjesë aktive e universitetit në shumë dimensione. Ti ke përfunduar bachelorin dhe masterin në inxhinieri elektrike. Në master me 2 profile të ndryshme, pasi ke ndjekur të dyja. Mendon që përvoja akademike që ti ke marrë duke studiuar në këto le të themi programe studimi të ka ndihmuar për pjesën e profesionale në punë? Po, mendoj që ka ndihmuar goxha, pasi pjesa e mësimit që kam ndjekur këtu ka qenë ndërthurë me pjesën e praktikës, të cilën e kam hasur gjatë viteve domethënë të punës, edhe më ka ndihmuar të 2 profilet që kam përfunduar këtu në masterin, si në atë të automatizimit ashtu dhe atë të energjetikës. Kështu që mendoj që ka qenë një përvojë shumë e mirë, e cila më ka vlerëtur për gjatë punës. Më vjen mirë. Ti në fakt ke qenë nga ato individ që ke qenë shumë aktiv në pjesën e jetës studentore në Universitetin Metropolitan Tirana. Në fakt, ti ke mbajtur 2 poste të kryetarit të këshillit studentor, edhe duke sjellë risi të reja, qoftë në aktivitete, qoftë në projekte studentore, edhe shumë evente të tjera në të cilat ti ke qenë pjesëmarrës ose organizator. Si i kujton këto momente dhe ka ndonjë aktivitet apo një risi të cilën ti e ke sjellë edhe je krenar për atë? Atëherë, vitet si kryetar i këshillit studentor normalisht që kanë qenë, mund të themi, vitet më të bukura që kam kaluar në universitet. Bashkë me këshillin studentor dhe me gjithë studentët e tjerë hapëm klube studentore, të cilat ishin një risi, po themi, për universitetin. Kumanta atyre pastaj organizuam shumë aktivitete të ndryshme. Një pjesë të aktivitetet që mund veçoja do ishin ato që kemi bërë me klubin e bamirësisë, të cilat kemi bërë në disa qytete të Shqipërisë. Kështu që është një periudhë shumë e bukur, cilën e kujtoj me shumë lumturi dhe jam shumë i lumtur që kemi arritur objektiva që kemi vënë vetes. Sa mendon edhe si mendon që këto aktivitete jashtë auditorit të kanë ndihmuar në formësimin tënd si individ, qoftë nga ana le të themi personale ose profesionale? Mendoj që më kanë ndihmuar goxha në të 2 aspektet, si në pjesën e leadershipit, ashtu në pjesën e komunikimit, marrëdhëniet me njerëz, pasi duke qenë pjesë e këshillit studentor apo të aktiviteteve që bëhen në universitet, kishim mundësinë që të njihshim edhe njerëz të tjerë, të krijonin përvoja të ndryshme, të cilat më kanë ndihmuar pastaj për punën e vim. Ti Reiner përmendë shumë gjëra në këtë pak minuta që ne po diskutojmë këtu rreth angazhimit tënd në këshillin studentor, në jetën akademike, në universitet edhe të tjera. Mendon që Universiteti Metropolitan Tirana është më shumë se një universitet për studentët, pra ti si e ke gjetur veten tënde kur ke qenë student këtu? Mendoj që po, unë në asnjë moment nuk e kam ndier veten vetëm student, por kam qenë akoma më shumë i përfshirë në universitet. Kam qenë përfshirë edhe në gjëra të ndryshme, siç e përmenda më përpara, me aktivitetet që kemi krijuar, që kemi organizuar në universitet. Ashtu dhe me mundësitë tjera që universiteti u jep studentëve, siç është ajo e punësimit në ambientet të universitetit, ose pse jo dhe në kompanitë e tjera që universiteti bashkëpunon prej vitesh. Ani përmendë 2 fjalë kyçe, pra punësimin edhe angazhimin në praktika të ndryshme që universiteti i ofron mundësinë studentëve nëpërmjet këtyre bashkëpunimeve që ka.
Ti në fakt ke qenë edhe pjesë e Universitetit Metropolitan Tirana për një kohë të caktuar në zyrën e alumnit. Ndërkohë që ti tashmë je një alumni vet. Apo jo? Mendon që ajo mundësi të ka dhënë disa aspekte të cilat ti sot i vlerëson? Pra të ka ofruar aftësi apo një network apo gjëra të tjera që mund të jenë afër për ty? Po, mendoj që po. Tek zyra alumni kam qenë i punësuar për rreth një vit tek universiteti dhe gjatë atij viti kemi krijuar disa aktivitete me studentë diplomuar dhe kemi njohur goxha studentë cilët punojnë në kompani prestigjioze si në Shqipëri ashtu dhe jashtë Shqipërisë dhe gjithashtu dhe në aktivitetet e tjera që kemi bërë dhe me kompani të ndryshme që universiteti bashkëpunon. Dhe pas eksperiencës që kisha tek alumni, u punësova në një nga kompanitë, cilat e njoha si kompani gjatë një aktiviteti në universitet gjatë panajirit të punës, më saktë. Është e vërtetë që aktivitetet e tilla, pra si panajiri i punës që organizohet çdo vit në Universitetin Metropolitan Tirana, hapin dyrë për shumë studentë të njohin partnerët tanë dhe patjetër të bëhen pjesë e tyre. Ti në fakt nëpërmjet edhe kësaj mundësie, por ti ke qenë i punësuar në një nga këto kompanitë, ti gjithashtu ke qenë pjesë aktive dhe integrale në programin e Alumni Mentor. Si e ke ndjerë këtë përvojë? Mund të na shpjegosh pak se që edhe audienca që na ndjek ta kuptojë se çfarë është ky program? Programi mentorimit është një ndër programet më të mira, po themi, që kemi tek alumni, ku studentët diplomuar, cilët janë, po themi, stabilizuar në kompani në punë të veta, ndihmojnë studentët cilët janë aktualisht në universitet, duke ndihmuar me pjesën e praktikave, me pjesën e punësimit, apo dhe me gjërat e tjera, vështirësi, po themi, që hasin ata gjatë studimit në universitet. Edhe tani duke kaluar të gjitha hallkat e rëndësishme të jetës tënde, vim në këtë moment ku Reneri është i punësuar në një kompani shumë të madhe dhe realisht me një emër shumë të mirë në tregun e punës, dhe sidomos në profilin tënd. Pra atë të inxhinierisë elektrike, që ja vlen ta përmendim, është ITE Group. Si ndihesh për këtë? Pra, si e sheh veten tënde pjesë e kësaj kompanie dhe si e sheh që të gjitha këto eksperjenca që ti ke akumuluar gjatë viteve shpalosen tani në zbatimin e profesionit në këtë deg që ti ke përfunduar studimet? Ndihem shumë mirë, pasi prej disa kohësh punoj tek ITE Group. Është një kompani, mund themi, në kompanitë më të mëdha në Shqipëri për sa i përket instalimeve elektrike, gjithashtu për pjesën e projektimit, për pjesën e materialeve elektrike. Kështu që jam shumë i lumtur që punoj në një kompani prestigjioze si ajo dhe ndjek një ndër projektet më të mëdha në Tiranë, një hotel 32 katësh në qendër. Kështu që jam shumë i lumtur që jam pjesë e atij projekti dhe mendoj që po marr një eksperiencë shumë të mirë nga puna që bëj aty. Jam shumë e lumtur për ty, Reiner, sinqerisht. Edhe tani duke ardhur në fund të kësaj bisede ose bashkëbisedimi, të cilin e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, unë do doja një këshill për ty, për gjithë ata që po ndjekin të njëjtin rrugëtim si ty. Pra, ka nga ta studentë që po përfundojnë bachelorin dhe janë në momentin e tyre për të ndjekur pjesën e masterit, ose ka dhe nga ta të ri akoma që janë në pikë pyetje ose dilema të shumta për të zgjedhur të ardhmen e tyre. Çfarë këshille do ju jepi atyre që po të ndjekin në këtë moment dhe të duan të ngjojnë diçka nga dikush që tashmë ka një praktik, ka një eksperiencë? Fillimisht që tek pjesa e përzgjedhjes së degëve, do jepja këshill që të zgjedhin një degë cilën e kanë pasion, e kanë qef dhe në të ardhmen pastaj sigurisht që do kthehet në një sukses, është e sigurt ajo pjesë. Kështu që kjo është gjëja e parë që mund thoja. Pastaj pjesa tjetër është që gjatë rrugtimit në universitet të mos mjaftohen vetëm me studimet apo vetëm auditorin, por të përfshihen si në aktivitetet që universiteti ofron, ashtu dhe në praktikat e punës, në internshipet që universiteti ofron me kompani të ndryshme. Dhe kjo ndërthurje të ndihmon pastaj që të kesh një të ardhmë sa më të mirë, të jesh më i gatshëm, po themi, për tregun e punës. Për ta përmbyllur, unë do doja nga ana jote një fjali që përshkruan më së miri eksperiencën tënde në OMT.
E gjatë periudhës në universitet jam ndjerë shumë rahat, pra ndjerë po themi si në shtëpinë time, dhe mendoj që ka qenë një ndër përvojat më të mira dhe eksperiencat më të mira që kam deri tani në jetë. Mendon që do rikthehesh në Universitetin Metropolitan Tirana, Reiner? Mendoj që po. Dëshira është e madhe që një ditë kthehem, sigurisht jo më si student, por në një pozicion tjetër mbase, por këtë mund t'ja lëm të ardhmës, kështu që asnjëherë nuk e dihet, por do kisha shumë dëshirë. Vjen jashtëzakonisht shumë mirë. Unë të falenderoj shumë që erdhe sot, edhe për gjithë eksperiencën që ti ndave me ne. Është një rrugëtim shumë i bukur, i cili tregon që një njeri mjafton të ketë dëshirën, pasionet dhe vullneti për të bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe për të zgjeruar horizontet e tij, pa u kursyer në energji, sikurse edhe ti e bën gjatë gjithë kohës. Kështu që faleminderit shumë që pranove këtë festë, edhe sikurse kemi diskutuar edhe me të tjerët, do shihemi shumë shpejt në shumë aktivitete të tjera. Shumë faleminderit, kënaqësia është e imja. Faleminderit.